Për të 6 ditë me radhë, banorët e rrjollit në Velipoj kanë vijuar protestën e tyre kundër ndërtimit të resortit turistik të biznesmenit Bashkim Ulaj. Edhe në tubimin e kësaj të shtunë përplaset me polici nuk u evituan. Banorët e cilësojnë projektin një grabitje të hapur të pronave të tyre, ndërsa përsëritën edhe një herë vendime se nuk do të tërhiqen dhe se protestat do t'i vijojnë pa afat. Qa kena mbet, i tu jena. Qa do të vinë, do të qiet javën tjetër. Kjo do të jetë një protest si nuk do të mbyllet as sot i muj. I bëjmë thirrje shtetit, i bëjmë thirrje tanë shtetit tonë, shteti shqiptar. Ti vën këto letra në dukje, i bëjmë thirrje Spakut. Jena kanë para dhe Spakut, një vjet po bëjmë në mars, si në ka qua para 10 dish në ka qua në Shkodër. Na jena do të hanën do të blokojmë deri në Shkodrës, të prokuroria. Prej Kosovë, prej Ferizajt. Kam ble tokë qysh në 2001 të në këto. Ndosë me orë se i kam shumë shok të mirë, jam që 25 vite jam i lidhën me ta. Mu më dhimën këta, që as din si ta sigurojnë bjetesën, e ju banja i gore si shtet me popullin, e vitin 2026, shekullin 21, me këtë gjonë gëzohet Serbia, gëzohet Greqia. Shka pëndodhë këto. Pavarësisht se shumë prej tyre janë shoqëruar në polici dhe të tjerë janë proceduar penalisht, banorët shprehen të vendosur për të bllokuar punimet në këtë formë çdo ditë. Sipas banorëve, çështja e pronësisë së këtyre pronave është në procesin gjyqësor, teksa të mërkurën ata depozituan në SPAK një kallëzim të ri, pasi në rastin e parë, prokuroria e posaçme përsolli për te prokuroria e Shkodrës me arsyetimin e mungesës së kompetencës. Projekti për ndërtimin e një resorti dhe hoteleve në këtë zonë është miratuar pak kohë më parë nga Këshilli Kombëtar i Territorit.